Falja namazit është një farë forme një lloj meditimit. Jo, falja namazit është jo vetëm meditim. Falja namazit është teknika më e mirë në botë për marrjen e energjisë kosmike. Merreni, shkon në burin fesë islame. Shkon në burin fesë islame. Dhe këshyre te profeti Muhammed ali. Vesh si gjithët. Kër i verë durë të kjo është mbledhje e energjisë teknike edhe palimi e energjisë kosmike edhe palimi kësa energjie në pleksusës një energetike dhe zonje me trup. Kjo është teknika me mirë në botë, se nuk e thonë besime tjera, se nuk duhet të din këta, e këta se din, dhe tash për qenë kjo kështu 100% e vërtet, vis dallohet pse ka mbet gjatë Ramazanit të falet taravih 33 recitata. Se gjatë Ramazanit organizmi është i dopt. Nuk është që sa duhet, njerëzit janë dopt, që ta fitojnë energji të mirë për jetë. Duhet më falë 33 herë me përdorë që teknikë për morën energjisë kosmike. Nuk ka teknikë më sofistikume, as nuk ka jugi, as nuk ka sen më të mirë se sa teknika e namazit për mbledhjen e energjisë kosmike. Kam pipego ke punë, kam pipego në meditimi, por në që ose diçka e mirë e meshme s'ka të botë se ki porosi për i korone, ki porosi kuranore, e po është, lezon, sot, di, dhe kjo detyrë, po njerëzit, egoizmi primitiv nuk e zbatojnë, dojnë me shqit men, dojnë me shqit për lavra, e jo me mora dhije që ta përdorin praktikë se dhija që nuk përdoret. A se egzistat, a e vëshurë.